Mirëmbrëma, mirë se vini në revistën televizive. Në vijim dhe zhvillimet më kryesore ndër të tjera do të ndiqni. Më shumë se 8.000 shqiptarë të diasporës se kanë shprehur vullnetin e tyre me votë për zgjedhjet e 11 majit. Zarfet e tyre mbërrin në Shqipëri, por ruhen 24 orë me kamera sigurie. Interesi i lartë nga blegtorët dhe bujqit për të përfituar nga subvencionet e shtetit, në 24 orët e para u regjistruan 7.200 fermer, afati deri më 30 maj. Nisin riadhesimet në kampi i Gjadrit, i pari i dëbuar një shtetas nga Bangladeshi me precedent penal, në kampe edhe 39 azilant të tjerë. Besimtarët e krishterë kremtuan pashkën festën që lajmëroi ringjalljen e Krishtit. Këtë vit festa përkoi në të njëjtën ditë për të dyja besimet, atë ortodoks dhe katolik. Klerikët përcjellin mesazhe paqe dhe reflektimi. Nga Vatikani, Papa Francesku ka dërguar mesazhin e fortë për ndalimin e luftës në Gaza dhe Ukrainë. Thirrja vjen në ditën e Pashkës. Njohim tani me të gjitha zhvillimet kryesore të ditës. Rreth 241.000 zarfe janë dërguar në adresat e shqiptarëve të diasporës që janë regjistruar për të votuar për zgjedhjet e 11 majit. Ky proces përfundon ditën e nesërme. Ndërkaq, deri më tani 8.000 vota kanë mbërritur në Shqipëri të paketuara dhe që pritet numërohen të dielën e 11 majit. Ato poruhen në masa të rrepta sigurie dhe nën monitorimin e partive politike. Procesi i votimit për shqiptarët në diasporë ka hyrë në një fazë të rëndësishme. Rreth 241.000 zarfe, nga 245.000 në total, janë dërguar për shqiptarët e diasporës që do të ushtrojnë të drejtën e votës në parlamentaret e 11 majit. Nga këto pakos zgjedhore, rreth 58.000 prej tyre janë tërhequr nga emigrantët, ndërsa deri në mesditë 8.367 vota kanë mbërritur në parkun Olimpik Feti Borova, ku po grumbullohen dhe do të ruhen në masa të rrepta sigurie. Procesi po monitorohet 24 orë nga kamerat dhe përfaqësuesit e partive politike. Zarfet do të grumbullohen dhe do të hapen pasi të përfundojë procesi i votimit në 11 maj. Për emigrantët, afati i fundit për të tërhequr pakon zgjedhore është data 5 maj. Çdo pako që nuk tërhiqet deri atëherë do të rikthehet në Shqipëri, ndërsa për ata që e kanë tërhequr zarfin, vota duhet të mbërrijnë në territorin e Republikës së Shqipërisë përpara orës 19 të datës 11 maj. Pas këtij afati, çdo votë do të konsiderohet e pavlefshme. Sa i përket shpërndarjes, numrin më të madh të zarfeve e mban Italia me 89.723, e ndjekur nga Greqia me 67.165, ndërsa Gjermania me rreth 25.000, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 20.000 dhe Mbretëria e Bashkuar me rreth 16.000 pakos zgjedhore. Edi Rama ju rikthye parashikimit të zgjedhjeve ku deklaron se Partia Demokratike do të marrë humbjen më të thellë që nga viti 1997. Nga Kamza ku takoi gra dhe vajza socialiste, Rama u kërkoi që të punojnë edhe me gratë e vajza demokrate të kësaj bashkie, në mënyrë që më 11 maj të votojnë Partinë Socialiste për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Duke i cilësuar si zgjedhje për historinë, Edi Rama tha se në 11 maj qytetarët do të duhet të votojnë për të ardhmen dhe për të mirën e përbashkët. Ai shtoi se në ditën e votimit shqiptarët do të duhet të zgjedhin ndërmjet Evropës dhe Kënetës. Do zgjedhin Shqipërinë me BE-n në Europë apo do zgjedhin të shkojnë me bufin edhe me Kënetën prapë në grop? Është pa imagjinueshme se si mund të vihet në diskutim, dhe si mund të ketë fushat për këtë punë. Gjatë fjalës së tij, Rama u ndal edhe tek pasaporta e Bashkimit Evropian, ku tha se kjo pasaport është një status dinjiteti evropian. Kjo është një zgjedhje për si do shkojnë të gjitha punët e mira përpara. Dhe në rastin konkret, për 11 majin, kjo është një zgjedhje shumë më e madhe se sa si do shkojnë punët përpara. Kjo është një zgjedhje shumë më e madhe se sa investime do bëhen. Kjo është një zgjedhje për historinë. Na ka sjell fati sot në dorë që ne të mund vendosim
për historinë në 11 maj si shqiptarë dhe si shqiptare. Kryesocialisti paralajmëroi një humbje më të thellë të Partisë Demokratike se sa në vitin 97. Dhe ma mbani mend këtu, në 11 maj do të marrin humbjen më të madhe që nga 1997. Më të madhe. Këto deklarata Rama i bëri gjatë takimit me gratë dhe vajzat në bashkinë e Kamzës. Ana tjetër, Sali Berisha prezantoi me fermerët e Elbasanit programin 100 ditor të qeverisjes së Partisë Demokratike, ku do të përfshihen pensioni minimal 200 euro dhe rroga minimale 500 euro. Berisha premtoi se fondin për bujqësinë do ta çojë në 230 milion euro subvencione, po aq sa vendet e rajonit. Një paket prej 230 milion euro subvencione dhe një sër lehtësirash ka premtuar kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në sektorin e bujqësisë gjatë takimit elektoral në qytetin e Elbasanit në qoftë se vjen në pushtet pas zgjedhjeve të 11 majit. Berisha kritikoi ashpër qeverinë aktuale për korrupsion me fondet e BE-s si dhe hapjen e kufive për produktet serbe në dëm të prodhimit vendas. Edi Rama me suitën e tij u vërsul mbi to si kur t'ishin para pazot dhe që ato çdo qindar ishin për ju. Fondi do të shkojë në 230 milion euro subvencion. Do subvencionojmë, pa asnjë kriter tjetër përveç çdo kokë bagti, çdo fidan të miell, çdo njësi prodhimi. Ne do të ngrem bankën zhvillimore të shtetit, me të cilën ju do merrni linja krediti të buta. Më herët Berisha, duke uruar të gjithë besimtarët në ditën e Pashkës, premtoi dyfishimin e fondeve për komunitetet fetare dhe zgjidhjen e çështjes së pronave. Pashkën tjetër ta kremtojmë siç ne do zemra dhe pa antikrishtin në trojet tona. Këtë deklarat kryedemokrati e bëri gjatë vizitës në kishën ortodokse të qytetit të Kavajës. Skema kombëtare e mbështetjes në bujqësi për vitin 2025 ka pasur një interes të lartë. Në 24 orë të para janë regjistruar 7200 fermerë që kërkojnë të përfitojnë subvencion shtetëror. Skema ofron financim 100% për grupime fermerësh deri në 50% për fermat me mbi 50 krerë. Aplikimet janë të hapura deri më datën 30 maj në portalin i Albania. Skema kombëtare e mbështetjes në bujqësi për vitin 2025 ofron financim 100% për grupimet e fermerëve dhe shoqëritë të bashkëpunimit. Vetëm në 24 orë të para të hapjes së aplikimeve janë regjistruar plot 7200 kërkesa nga fermerët. Afati i fundit për aplikim është data 30 maj, duke i dhënë mundësi çdo fermeri të përfitojë nga kjo mbështetje. Drejtoresha e ZBR-s Ardita Kuçi tha se këtë vit janë shtuar disa risi që ndihmojnë më tej fermerët. Pra kemi pagesat për lop mëshqera në vlerën 10.000 lekë për krerë dhe kemi shtesë pagesat për krerë viçash të matrikuluar në vlerën 5.000 lekë për krerë. Kriteri minimali për fitueshmërisë është 10 krerë për fermë blegtorale apo për fermer, ndërkohë që mbi kriterin e 50 krerëve paguajmë dhe vlera reduktohet në 50% të vlerës së aplikuar përveç rasteve të grupimit të fermerëve. Firmat më shumë se 50 krerë do të mbështeten me financim deri në 50% të kostove. Mbështetja përfshin edhe subvencionin e naftës sipas llojit të kulturave bujqësore që punohet. Dhe është ajo e prezantimit të masave mbrojtëse në ambiente të mbyllura. Pra të gjithë fermerët të cilët përdorin kontrollin biologjik ndaj dëmtuesve në këto ambiente të mbyllura do të paguen në 30.000 lekë për dynym. Ta aplikojnë nëpërmjet portalit i Albania pa dokumenta, pra me zero dokumenta. Gjithsesi, megjithatë, kemi në dispozicion zyrat tona rajonale, 20 agropika në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, gjithashtu dhe zyrat rajonale të bujqësisë, ose siç i quajmë arebet. Aplikimi për të fituar nga skema mbështetëse kryhet online në portalin i Albania dhe i nënshtrohet kontrollit administrativ për verifikim. Vitin e kaluar mbi 52.000 fermerë në të gjithë Shqipërinë përfituan nga kjo skemë. Ekonomia shqiptare po përjeton një fazë rigjallërimi reflektuar në rritjen e eksporteve dhe përmirësimin e bilancit tregtar. Megjithatë, sfida strukturore dhe nevoja për diversifikim të tregjeve mbeten thelbësore për ruajtjen e këtij trendi pozitiv.
Ekonomia shqiptare po jep sinjale pozitive përmes rritjes së eksporteve, të cilat në muajin mars arritën vlerën 35 miliard lek, duke shënuar një rritje prej 4.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky trend pozitiv pasqyron rimëkëmbjen e disa sektorëve kyç të prodhimit vendas, veçanërisht ato të mineraleve, energjisë dhe tekstileve. Treguesit për 3 mujorin e parë janë gjithashtu inkurajues. Eksportet janë rritur me 4.7%, ndërkohë që importet kanë shënuar një rënje me 3.5%. Rritja e eksporteve drejt Kosovës ka shënuar nivelin e 83.1% dhe Greqisë 13.2%, duke treguar për forcimin e lidhjeve tregtare rajonale dhe konkurrueshmërinë në rritje të produkteve shqiptare. Megjithatë, sfidat mbeten të pranishme. Deficiti tregtar për marsin mbetet ende i lartë me 39 miliard lek dhe ndonë se është ulur me 6.5% në krahasim me vitin e kaluar, ai është rritur ndjeshëm krahasuar me muajin shkurt. Rënja e eksporteve drejt Italisë dhe Maqedonisë së Veriut tregon nevojën për zgjerimin dhe diversifikimin e tregjeve të jashtme. Eksportet sugjerojnë që për të përfituar plotësisht nga momenti pozitiv në eksport, Shqipëria duhet të investojë më shumë në kapacitetet prodhuese dhe në mbështetjen e sektorëve me potencial të lartë eksportues, duke synuar uljen graduale të varësisë nga importet. Ka nisur riadhësimet nga kampi i Gjadrit, i pari i cili është dëbuar është një person nga Bangladeshi me precedent penal. Tashmë në kamp ndodhen edhe 39 azilant të tjerë që do të qëndrojnë në Gjadër, derisa të riadhësohen në vendet e tyre të origjinës. Afati maksimal i qëndrimit në Shqipëri do të jetë 18 muaj. Është riadhësuar drejt vendit të origjinës nga qendrat e emigrantëve në Gjadër, refugjati i pari huaj që qëndronte në këtë strukturë. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i brendshëm i Italisë Matteo Piantedosi përmes një postimi në rrjetet sociale. Riadhësimi par nga Shqipëria i një shteta situuar në qendrën e riadhësimit në Gjadër. Operacionet e riadhësimit e migrantëve të parregullt do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, siç parashikohet nga strategjia e qeverisë për një veprim efektiv për të luftuar imigracionin e palishëm. I riadhësuar është një 42 vjeçar nga Bangladeshi, ardhur në Itali në vitin 2009 dhe është dëbuar për shkak të rrezikut social. Ai ka disa dënime të mëparshme duke përfshirë një episod të rëndune në familje. 40 emigrantëve që mbërritën në Shëngjin me anijen Libra më 11 prill u është refuzuar azili në Itali pasi janë konsideruar kontingjent kriminal. 39 të tjerë do të qëndrojnë në kampin e Gjadrit derisa të riadhësohen në vendet e tyre të origjinës. Afati maksimal i qëndrimit në Shqipëri do të jetë 18 muaj. Fillimisht kampi i Gjadrit ishte konceptuar për të streuar përkohësisht azilkërkuesit e shpëtuar në det nga anijet italiane. Por me dekretin e ri të qeverisë Meloni, Gjadri do të shërbejë si qendër-dalimi për emigrantët që nuk kanë më të drejtë azili dhe pritet të deportohen në vendet e tyre të origjinës. Besimtarët ortodoks dhe katolik festojnë Pashkën këtë vit në të njëjtën ditë, me qindra qytetarë ndoqën meshën e ngjalljes së Krishtit në kishat dhe në katedralet e vendit. Këmbanat e kishave tingëlluan fort në momentin kur akrepat e orës shënuan ardhin e ditës së re dhe simbolikisht ringjalljen e Krishtit. Mira besimtar katolik dhe ortodoks kremtojnë Pashkën si momenti më i rëndësishëm në kalendarin liturgjik. Festimet nisën në mesnat, kur besimtar të shumë ndoqën meshën e shenjtë në katedralen katolike Shëmpali, e cila u drejtua nga Imzot Arjan Dudaj, dhe katedralen Gjallja e Krishtit në drejtimin e kryepeshkopit Imzot Johani. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. O hyj ati i besimtarve, ti që në mbar botën i shton mbi të premtimit tënd, duke ulluruar hirin e birësimit. Këtë vit, besimtarët e krishtere festojnë Pashkën në të njëjtën ditë. Ata drejtuan lutje edhe për gjatë meshës të së dielës. Shëndet mbarësin familjet e tyre. Na mbledh bashkë gjithë familjarët. Mbarësi o Zot për të gjithë, paqe, dashuri e lutur. Si kalon kjo ditë e sotme për ju? Shumë mirë. Ka ndryshime sepse familjarët janë të larguar, kemi ngelur domethënë shumë pak. Jam nga Berat dhe që kush kam qenë 14 vjeçë kam shkuar në u martova në Tiranë dhe në Tiranë kam vazhduar ritmet e kishës jashtëzakonisht. Jo vetëm kur janë festat Pashke dhe kështu, por edhe për ditë të diel. I Pashkë mbar shëndetë mirësi paqen gjithë jetën. Gatuan juve sot? Në mishqingji, tavkosi, pilav, vezët. Besimtarë të shumë të lutën për më shumë paqe, mirësi dhe begati. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall.
Papa Francesku shfaq sot para besimtarëve të mbledhur në sheshin Pjetër të Vatikanit. Mesazhi Urbi et Orbi u lexua nga kardinali Parolin për shkak të gjendjes jo të mirëshëndetësore të Atit të Shenjtë. Ndërkaq mesazh të fortë, Papa përcolli edhe për ndalimin e luftës në Gaza dhe Ukrainë. Asnjë paqe nuk është e mundur pa çarmatim të vërtetë, u shpreh. Pak pasi kardinali Angelo Comastri drejtoi meshën e mbajtur për Pashk para mijëra besimtarëve të mbledhur në sheshin Shën Pjetër të Vatikanit, Papa Francesku u shfaq në balkonin e bazilikës me të njëjtin emër për t'i bekuar dhe për t'i uruar një Pashk të lumtur. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Muajin e shkuar Ati Shenjtë doli nga Spitali Xhemeli i Romës, ku më shumë se 5 javë luftoi me pneumoninë që në disa raste i rrezikoi jetën. Pas daljes nga spitali, mjekët i rekomanduan të paktën 2 muaj pushim, si dhe të shmangte kontaktet me turmat. Por kjo nuk e ka ndaluar Papën, pasi vetëm këtë javë ka dalë jashtë rezidencës papnore edhe 2 herë të tjera. Megjithatë, gjendja delikate e shëndetit të tij nuk e lejoi që të lexonte mesazhin Urbi et Orbi për qytetin dhe botën, që këtë radhë u lexua nga një bashkëpunëtor i tij. Në to thekse u vut tek nevoja për respektim të lirive fetare dhe lirisë së fjalës. Nessuna pace. Nuk mund të ketë paqe pa liri fetare, pa liri mendimi dhe fjale, si dhe pa respekt për këndvështrimet e të tjerëve. Le të na frymëzoj drita e Pashkës të thyejnë barirat që krijojnë përçarje dhe shoqërohen me pasoja të rënda politike dhe ekonomike. Shqetësimi për antisemitizmin dhe situata mjerueshme humanitare në Gaza zuri një vend të veçantë në mesazhin Urbi et Orbi të Papës. Preoccupa. Është shqetësuese klima në rritje antisemitizmit në botë. Mendoj për popullin e Gazës dhe në veçanti komunitetin e krishterë atje, ku konflikti tmerrshëm vijon të shkaktoj vdekje dhe shkatërim. Ju bëj thirrje palëve në luftë, shpallni armëpushimin, lironi pengjet dhe ndihmoni një popull që po vuan urie dhe që aspiron për një të ardhme paqe. Ndërkaq kreu i Kishës Katolike pati të dielën edhe një takim të shkurtër me zëvendës presidentin amerikan J.D. Vance, i cili ndodhej në Rom bashkë me familjen. Ky takim u mbajt pak muaj pas një përplasjeje mes Atit të Shenjtë dhe administratës së presidentit Donald Trump në lidhje me politikat kundër migracionit të kreut të Shtëpisë së Bardhë. Lëvizja e quajtur 50-51 mbajti dje protesta në shumë qytete amerikane kundër veprimeve dhe vendimeve të fundit të presidentit Donald Trump. Mira persona dolën të shtunën në rrugët e shumë qyteteve amerikane për të protestuar kundër veprimeve të fundit të presidentit Donald Trump. Në emrin 50-51, 50 protesta, 50 shtete, një lëvizje, demonstratat përkuan edhe me 250 vjetorin e nisjes së luftës revolucionare amerikane. Të mbledhur jashtë mjediseve të Shtëpisë së Bardhë, pikave ku shiten automjetet e kompanisë Tesla të miliarderit Elon Musk, si dhe në qendër të qyteteve, protestuesit u shprehën kundër një numri veprimesh të Trump, përfshi ato të ndërmarra nga Departamenti i Eficiencës Qeveritare që drejtohet nga Musk dhe që po zbaton iniciativën e Trump për shkurtimin e vendeve të punës dhe shpenzimeve të tjera federale, si dhe kundër mungesës së gatishmërisë së administratës për të rikthyer në SBA qytetar nga El Salvador, Abrego Garcia, i cili u deportua gabimisht. Protestat politike po bëhen të zakonshme në SBA. Në fillim të këtij muaji në demonstratat, në sloganin Larg duart morën pjesë 10 mijëra persona. Sipas një sondazhi më të fundit të realizuar nga Gallup, 45% e votuesëve mbështesin performancën e presidentit Trump në 3 mujorin e parë të mandatit të tij të dytë, ndërkohë që në të njëjtën periudhë të mandatit të tij të parë, kjo mbështetje ishte në nivelin 41%. Megjithatë, përqindja aktuale e mbështetjes për Trump është më e ulët se mesatarja prej 60%, që presidentët e zgjedhur nga viti 1952 deri në 2020 kanë arritur të marrin në 3 mujorin e parë të mandateve të tyre. Pavarësisht se presidenti rus Vladimir Putin njoftoi një armëpushim 30 orësh për fundjavën e Pashkës në Ukrainë, homologu i tij Ukraina Zelenski bëri me dije se sulmet ruse nuk kanë ndaluar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski akuzoi Rusin për vijim të bombardimeve dhe sulmeve përgjatë vijës së frontit, pavarësisht se presidenti rus Vladimir Putin njoftoi një armëpushim të shkurtër për Pashk. Disa orë pasi urdhëri Putin për armëpushim 30 orësh hyri në fuqi. Në Kiev dhe në krahinat e tjera ukrainase ranë sirenat e alarmit. Në disa drejtime të ndryshme në vijën e frontit ka patur 59 raste bombardimesh ruse dhe 5 raste të tjera të sulmeve të ndërmarra nga njësitë ruse, u shpreh Zelenski në orët e para të së dielës. Sipas tij, 6 orë para mesnatës së të shtunës, pati 387 raste bombardimesh dhe 19 sulme me dron nga rusët.
Mëngjesin e Pashkës mund të themi se ushtria ruse po përpiqet të krijojë përshtypjen e një armë pushimi, ndërsa në disa zona vijojnë përpjekjet e izoluara për të avancuar dhe për të shkaktuar humbje Ukrainës, shkruajti Zelenski në postimin e tij në rrjetet sociale, ndërsa armë pushimi të Putin më herët ishte përgjigjur duke thënë se edhe Ukraina do të zbatonte ndaljen e luftimeve dhe propozoi zgjatjen e armë pushimit përtej Pashkës. Ndërkaq dy vendet ndërmorën të shtunën shkëmbimin më të madh të pengjeve mes tyre, secila pali dorëzoi tjetrës më shumë se 240 luftëtar të zënë rob. Urdhri i Putin për ndaljen e luftimeve gjatë fundjavës së Pashkës erdhi pas muajsh përpjekjesh të presidentit amerikan Donald Trump për arritjen e një dakordësie për armëpushim. Washingtoni kërcënoi të premten se do të tërhiqej nga bisedimet nëse nuk shënohej progres. Është rikthyer në tokë pas një misioni 220 dytor në hapësirë Dom Petit, i cili për momentin është astronauti më i vjetër në moshë që vijon të shërbejë në radhët e NASA-s amerikane. Greetings from the International Space Station. Pasi kaloi më shumë se 200 ditë në hapësirë, është rikthyer në tokë në 70 vjetorin e lindjes së tij, Don Petit, i cili për momentin është astronauti më i vjetër në moshë i administratës kombëtare hapësinore të SBA-s NASA. Kapsula hapësinore Soyuz MS-26 në bord të së cilës ndodhej Petit dhe dy kozmonautët rus Aleksej Ovchinin dhe Ivan Wagner ulën në stepat e Kazakistanit në orën 6:20 të mëngjesit të së dielës. Të tre qëndruan për plot 220 ditë në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Për Petit, i cili gjatë karrierës së tij në total ka kaluar 590 ditë në hapësirë, ky ishte misioni i tij i katërt. Petit dhe dy kozmonautëve rus tashmë do të duhet që për disa kohë të rimësohen me forcën e rëndesës. Pas kësaj, Petit, i cili lindi në Oregon në 20 prill të 1955-s, do të udhëtojë drejt qendrës hapësinore Johnson, që ndodhet në Houston të Teksasit, ndërsa Ovchinin dhe Wagner drejt bazës kryesore të trajnimit hapësinor të Rusisë, që ndodhet pranë Moskës. Petit ndërkohë nuk është personi më i vjetër në moshë që ka qëndruar në hapësirë, pasi rekordi u vendos nga John Glenn, që në vitin 1998, kur ishte 77 vjeç, u bë pjesë e një misioni hapësinor të NASA-s. Glenn ndoroi jetë në vitin 2016. Në Kinema Republika në Shkodër organizua një mbrëmje homazh për aktorin e shquar Mirosh Kabashi, të ndar nga jeta 2 vite më parë. Në një mbrëmje të veçantë artistike të zhvilluar në Kinema Republika, u nderua figura e aktorit të shquar lindur në Shkodër, Mirosh Kabashi, me titullin simbolik Një ditëlindje pa Miroshin. Në kuadër të aktivitetit u hap një ekspozitë fotografike me titullin Mes teatrit dhe filmit. U promovua libri i dygjuhësh Mirosh Kabashi, Sokrati shqiptar, i autores Driada Dervishi, si dhe u shfaq dokumentari 100 maska, një shpirt, i regjizorit Elidor Markja. Në intervistë për mediat, autoria dhe regjizoria Driada Dervishi foli për vlerat e pazëvendësueshme që Mirosh Kabashi la në artin skenik shqiptar. Mendoj që pikërisht fokusi edhe një lloj reflektimi mbi atë që figurën e madhe që Miroshi ishte vjen nëpërmjet pikërisht thënieve të shumta, intervistave të ndryshme të marra në momente të caktuara nga teatrolog, aktor, regjisor, producent të njohur ndërkombëtar. Menda Kabashi, vajza aktorit të ndjer, u shpreh se prania e tij ndihet çdo ditë në kujtime dhe krijimtarinë artistike që realizoi. Dyfish e emocionuar pasi Shkodra është dhe vendi ku i mat lindi dhe ka një kuptim të veçantë të transmetojmë të gjithë dokumentarin, librin, monografi dhe të kemi Shkodrën pranishme këtu. Ky aktivitet u zhvillua me mbështetjen e Bashkisë Shkodër dhe institucioneve të kulturës në vend. Ndërkohë mbetemi në Shkodër, në Galerinë e Arteve u çel ekspozita Hidromeno Shkodra Mbretëresha e Arteve. 111 vepra nga 76 artistë të trevave të veriut u paraqitën në këtë ngjarje kulturore. Në Galerinë e Arteve të Shkodrës është hapur ekspozita Hidromeno Shkodra Mbretëresha e Arteve dhe artistët e Alpeve shqiptare, një ngjarje madhore që mbyll projektin Psikologjia shqiptare në artet pamore të Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë. Kjo vepra është një nga zbulimet më të fundit, domethënë prej vitesh ka qenë fondin e Galerisë Kombëtare, vepër e regjistruar anonim dhe nga ulumtimet gjatë viteve patëm indicje dhe dyshime që mund të jetë Hidromenos. Të natë
që unë të ta kisha quajtur historike, për vërtet, sepse kjo janë ekspozita që ndodhin shumë rrallë. Në këtë ekspozit janë përfshirë 111 vepra nga 76 artistë të njohur që përfaqësojnë trevat nga Shkodra, Lezhë, Malësia e Madhe, Mirdita, Laçi, Kuksi, Puka, Peshkopia dhe Tropoja. Kjo larmi krijuese reflekton fillesat e artit laik dhe ndikimet perëndimore në zhvillimin e artit modern shqiptar. Siç duket, puna ka pas një lloj vlerat dhe vlerat që rezistojnë kohës. Se ka shumë punë që nuk rezistojnë për arsye të ndryshme. Edhe nga pakujdesia, po edhe nga vlera. Kam stilizuar shqiponjen, kam stilizuar dhe figurat mbrenda shqiponjes. Edhe i kam pa me një sy dekorativ. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 17 maj dhe është një ftesë për të gjithë ardashësit që të rikthejnë vëmendjen tek trashëgimia pamore e trevave shqiptare. Dhe me këtë zhvillim kulturor kemi mbritur në mbyllje të revistës televizive. Duke ju falenderuar për vëmendjen, bashkë mirë takofshim. Natën e mirë.